Përshëndetje, mirë se vini në podcastin tonë. Sot, komisafir special, kemi të ftuar zotin Arlind Hyseni. Përshëndetje Arlind. Përshëndetje juve. Tema që do të shqellojmë sot me Arlindin është modeli von Neumann dhe modeli Harvardit. Këtu kam përgatitur disa pyetje sot për Arlind, të cilat do t'ja parashtoj tani. A jeni gati Arlind? Po, patjetër. Pyetja ime parë për ty sot Arlind është: çfarë janë modeli von Neumann dhe modeli Harvardit dhe pse konsiderohen kaq të rëndësishme në arkitekturën kompjuterike? Këto dy modele janë modelet themelore të arkitekturës kompjuterike. Modeli von Neumannit kryesisht ka veçantitë e saj pasi përdor një memorie edhe për të dhënat e instruksionit, pra e përdor të njëjtën magjistrale, të njëjtën rrugë, është më fleksibile, pra edhe për instruksionet e programit dhe instruksionet e të dhënave. Pra, veçantia e kësaj është se pse ka përdor Neumanni këtë metodë, pasi që të jetë më fleksibile dhe të modifikojë atë gjatë ekzekutimit, kurse metoda e Harvardit është ndryshe nga kjo tjetra, ku e përdor dy memorie, pra edhe për të instruksionet e programit dhe për instruksionet e të dhënave. Shkaku se përdor këtë e bën që të jetë më e shpejt, pasi që nëse është vetëm një memorie, atëherë ato dyja nuk mund të ndodhin përkohësisht. E ka bërë këtë Harvard dhe kryesisht shërben për sisteme më të shpejta. Pyetja ime e dytë është se si lidhen këto modele me funksionimin e CPU-s, mikrokodin, firmware-in dhe ekzekutimin e urdhrave. Pra pasi që këto dyja metodat më të përdorura dhe më themelore të arkitekturës kompjuterike, këto kanë disa hapa ndërmjet. Ndërto është mikrokodi. Mikrokodi është nivel i ulët i komandave, kryesisht shërben për me interpretu instruksionet dhe për me kontrollu ekzekutimet, përndryshe është përkthim në CPU. Pra se CPU-ja përmbohet nga dy pjesë, njësia e kontrollit dhe njësia aritmetike e logjike. Pra është si përkthyes ndërmjet dy njësie. Nëse ruajmë një vlerë për shembull add a load b, pra këtu i runë regjistra, regjistri 1, regjistri 2 e bën më të lehtë ekzekutimin, kurse firmware kryesisht shërben për me dhënë udhëzime të integruarave pajisjeve që të ketë një funksion më stabil dhe të shkojnë gjërat sipas rendit. Pyetja ime e tretë për ty Arlind është se cili është ndryshimi më i madh mes këtyre dy modeleve? Ndryshimi më i madh mes këtyre dy modeleve është kryesisht përdorja e memorjes. Modeli von Neumannit e përdor një memorie, e bën që të jetë më fleksibile, më e përdorshme, pasi që mund të ekzekutohet dhe mund të modifikohet gjatë ekzekutimit, kurse tek metoda e dytë përdoren dy memorie. Mund të jetë më vështirë të modifikohet gjatë ekzekutimit, por është më e mirë për shkak se është më e shpejtë. Pra se në rastin e parë, këto dyja, pra të dhënat dhe instruksionet nuk mund të ndodhen të dyjat me një çast, për shkak se një herë ndodh të dhënat e instruksioneve, pastaj tjetra. Pra nuk mund të jenë dy në një, kurse tek metoda e Harvardit mund të jenë të dyja, pasi që janë dy memorie dhe mund të shkojnë në mënyrë paralele. Pra kjo është ndryshimi më i madh që mund të kenë këto dy metoda. Dhe pyetja ime e fundit për sot është se cili model përdoret më shumë sot dhe ku e gjejmë secilin në praktikë? Ne mund të pyesim se cila metoda është më e mirë për ne në rastin tonë, pra në kompjuteret tonë procesorët i kemi me metodën e von Neumannit, si Intel, Ryzen, pra janë më të përdorshme, më fleksibile dhe më të thjeshta në rastin tonë. Kurse për sisteme inteligjente, sisteme robotike, pra për shkencëtar, për projekte më të vështira, shërben metoda e Harvardit, pasi që ka më shumë memorie, është më e përbërë dhe janë më të vështira, pra kryesisht shërbejnë një shpejtësi më të madhe. Nëse ne kërkojmë shpejtësi më të madhe, do ta përdorim metodën e Harvardit, por janë më të komplikuara dhe më të kushtuara, pasi që kanë më shumë memorie dhe duajnë më shumë shpenzime, por mund të theja dhe mund të supozoja se mund ta përdorim metodën e von Neumannit në rastin tonë, pasi janë më fleksibile dhe janë më të përdorshme, pra kur mund ta modifikojmë dhe mund të jetë në rregull me qëllimet tona. Faleminderit shumë Arlind. Unë ka s'kesha dhe faleminderit shumë që jete kohën të vjesë në podcastin tonë dhe shihemi në podcastin e radhës. Faleminderit për vëmendjen.